Ndërsa finalja e madhe të shtunës po afron tensionin në Big Brother VIP është më i lartë se kur. Çfarë ndodhi me strategjinë e Mirit dhe si e perceptojnë këto dy figura kyçe Roberti dhe Selina? Shtëpia më e famshme në Shqipëri po i afrohet fundit të një rrugëtimi prej 120 ditësh. Vetëm 5 ditë nga nata e madhe, tensioni dhe emocionet janë në kulmin e tyre, duke krijuar një atmosferë të ngjeshur dhe të pasigurt. Çfarë do të ndodhë në këtë përballje të fundit? Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Roberti dhe Selin, dy nga banorët më të njohur, kanë ndarë mendimet e tyre për lojën e Mirit. Ata kanë analizuar me kujdes strategjinë e tij, duke konsideruar atë si një lojtar të rafinuar dhe të menduar mirë. A është Miri një lojtar i zgjuar apo thjesht një manipulues? Roberti, duke reflektuar mbi veprimet e Mirit, shprehet se ai ka qenë gjithmonë në kontroll të situatave. Kjo ka qenë loja e Mirit që 120 ditë këtu brenda. Ne kemi luajtur si top futbolli me Mirin, thot ai, duke paralajmëruar Selinën që ta mbajë sytë hapur në këtë fazë të fundit të garës. Roberti gjithashtu ka ngritur dyshime mbi vërtetësinë e veprimeve të Mirit, duke pretenduar se ai ka tentuar të inskenojë një pëlqim ndaj Nicole. Kjo sjellje ka ngjallur shqetësime dhe ka bërë që Roberti të mos i besojë më Mirit. Selin gjithashtu ka shprehur pak kënaqësi me pretendimet e Mirit, veçanërisht kur ai e akuzoi se kishte para të me 23 vjeçaren. Ajo e mohon këtë kategorikisht, duke e cilësuar si një përpjekje për të krijuar skenar të paqen që nuk ka ndodhur kurrë.